E në Tetov, fëmia i parë që u lind është djalë, ai është fëmia i dytë i familjes Shabani dhe erdhi në jetë 10 minuta pas mesnatës. Lindja ka qenë spontane dhe pa asnjë komplikim, foshnja dhe nëna gëzojnë shëndet të plot, tregoi kryeshefja e repartit të ginekologjisë në Tetov, Meral Rexhepi. Sipas saj, numri i lindjeve në Tetov është në rritje, fakt që e gëzon shumë. Për vizite fëmia ishte edhe kryetari i qytetit Bilal Kasami. Numri i lindjeve është në rënje drastike, por për fat të mirë, unë mund ta them me plot përgjegjësi edhe me kënaqësi se numri në spitalin tonë, në repartin tonë është në rritje. Prej vjet, në krahasim me si viti 2024 dhe 2025, kemi rritje në 50 të porsa lindur më tepër se vitin e kaluar. Kjo është për çdo përshëndetje, është merit edhe stafit tim që është i përkryer dhe jep shërim 24 orë. Këtë vit urojmë që ai trend të vazhdojë, të kemi rritje të natalitetit, po ashtu për pasur parasysh që këtë vit e kemi djalë, uroj që ky vit të jetë i fortë për gjithë ne, sepse na duhet që të ballafaqohemi me gjithë sfidat të cilat na presin.